Largimi i Eglit nga shtëpia e Big Brother VIP ka shkaktuar shumë reagime. Gjesti është ai që ka përjetuar më shumë dhe ka vendosur t'i dërgojë një mesazh prekës Eglit dhe familjes së saj. Inshallah më kupton edhe ti mua pse kam pasur kaq shumë ngarkesë, pse jam ndier keq dhe pse ndonjëherë kam reaguar ashtu siç nuk duhet. Nuk kam dashur kur që ti të sëmuresh prej meje apo të ndihesh e keq për shkak të veprimeve të mia. Prej meje i ke pasur të gjitha true story. E di që do ta dëgjosh këtë mesazh dhe shpresoj ta kuptosh sinqeritetin tim. Të kam dhënë çfarë kam mundur, një fjalë të mirë, një batutë për të qeshur, të kam mësuar si të sillesh me këta brenda. Të kam thënë shumë herë se nuk kam mëshirë për ty, ndaj të kërkova edhe ti të mos kesh për ta. Por ndonjëherë e di që nuk më ke dëgjuar. Jam munduar të shpjegoj, por ke pasur kokën e budallicës, e ndonjëherë ke reaguar në mënyrë të nxituar. Megjithatë, e di që ti ke një zemër të mirë dhe mund të përmirësohesh. Të kërkoj falje për çdo gjë, për çdo fjalë që mund të ketë lënduar. Jashtë do të takohemi, do të flasim, sepse edhe unë pranoj që kam bërë veprime të pakontrolluara, por kur me mendimin për të bërë keq. Kam ditur të luaj me trëndafilin nëpër shtëpi sa kam mundur, por jo, të kam thënë në fytyrë që nuk kam ndjenja siç duhet të kem për një femër për të ndërtuar një familje. Nuk kam dashur kur të jap shpresa të rreme apo të bëj të vuash. Të kërkoj falje edhe familjes tënde, ndoshta kam bërë gjeste të palidhura, ndoshta ndonjëherë as unë vetë nuk e kam kuptuar çfarë po bëj këtu brenda. Të gjitha gjërat që kam bërë ishin sepse nuk doja që të arrinim në këtë pikë. Shkaktari jam unë. Prej me ndodhi kjo, prej mënyrës si të kam trajtuar, prej ndjenjave të tua të forta për mua. Nuk kam dashur që ti të lëndosh veten, nuk kam dashur që të përfundonim kështu. Nëse nuk ma fal, e kuptoj. Por unë e marr dënimin tim prej Zotit. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!